si të bëjmë gjoksin e pulës të shishëm. He njerëz të bukur, si po kaloni. Siç e dini tani, gjoksi i pulës është nga mishat që nuk del shumë i shishëm, mund të dali i thatë, mund të dali, e dini tani, nga që nuk ka dhjamra, por mund ta bëjmë shumë të shishëm. Tani në fillim do ta skuqim një herë, edhe pasi do t'i hedhim erzat. Erza mund t'i hedhni çfarë të doni juve, neve i hodhëm piper të zi, krip edhe tarmerik. Pastaj do t'i hedhim specat japin aq shio njerëz, edhe një lugë me mjaltë, luga jo e mbushur me mjaltë. Do me thënë varet nga sasia e pulës që kini juve. Tani do t'i hedhim edhe një çik mustardha me mjaltë, e bëjnë pulën, mos e pyesni, shumë të shishme. Si shikoni del pa vaj, pa yndyra, pa gjë, do me thënë është shumë e shëndetshme, po aq e shishme, mos e pyesni, me një cobuk të thekur. Tani si shikoni, siç e ka bërë Eva, edhe ç'të hani o njerëz. Del yami si them edhe unë. Kështu, të kaloni një ditë sa më të bukur. Ciao ciao.